në këtë 10 dhjetor në kuadër të Xhiros së 10 të elitës së basketbollit kosovar, Bashkimi dhe Trepça po ballafaqohen me synim që të këndellën nga disfatat shokuese që i përjetuan në vikend nga Rahoveci, respektivisht nga Vllaznimi. Adhurues të basketbollit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në kryendeshjen e Xhiros së 10 midis nën kampionit i cili po e pret kampionin këtu midis SEZA Surojt në Prizren pas shfaqjeve zhgënjyese të dyja skuadrave që sonte synojnë t'i kthehen fitoreve. Kush do t'i arrijë kësaj portokallint apo gjelbërezint? Kjo mbetet të shihet pas 40 minutave që shpresojmë të jenë dramatike dhe fantastike basketbolistike. Me ju sonte jam unë Agon Fehmio. Lideri pa kontestueshëm i ciklit të parë vjeshtor me 7 fitore pa asnjë humbje Bashkimi, i cili pati një vjetë fantastike duke shkëlqyer edhe në FIBA Europe Cup me 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme si Anvili, kampioni FIBA Europe Cup 2023, pastaj Civona legjendare, skuadra e fuqishme italiane Reggio Emilia, dhe së fundit ndaj Dijonit në Francë, pësoj një rënje të hatashme të formës javën e kaluar kur brenda vetëm 72 ore pësoj 2 disfata shokuese nga skuadrat outsidere. Fillimisht mërkurën e kaluar, Bashkimi pësoj nga Vllaznimi, i cili asokoj ishte i fundit në tabel, dhe më pas të shtunën nga Rahoveci në Mizair Isma. Ishin këto 2 disfata shokuese nga skuadrat e pjesë poshtme të tabelës, kurse Trepça, e cila pas disfatës së fundit pikërisht nga Bashkimi me 26 tetor nominatori, arriti të shënon 4 fitore rresht, 2 prej tyre ndaj rivalëve direkt për titull si vjet, duke mporë Sigal Prishtinën dhe Go Plus Pen si mysafire, por së fundit të dielën në Shani Nushi, Vllaznimi shokoi gjithë duke përgatitur një rikthim senzacional në 5 minutat e fundit, duke anuluar minusin prej 15 pikëve, fal 4 treshëve rresht të playmakerit Warwick dhe koshit të Jericho Helemsit, herojt vitit kaluar i cili u kthye javë më parë në Gjakov, dhe i solli fitoren Vllaznimit duke shënuar në qintat e fundit të ndeshjes dhe duke shkaktuar senzacion. Faktikisht Kuqezin të Jakovës ishin ata që në 2 xhirot e fundit si skuadra e fundit në tabel i gjunjëzuan nën kampionin dhe së fundit kampionin që sonte po takon këtu në SEZA Suroj. Ta dëgjojmë edhe hymnin e Kosovës. Ja, po i shohim edhe trenerët e dyja skuadrave, Adis Beqiragishin dhe Igor Jovovicin. Aktualisht pra, Bashkimi vazhdon të jetë lider me 7 fitore, 2 humbje, por tash është bashkullheqës me Pen, e cila ka po ashtu 7 fitore, 2 humbje, kurse Trepça është e treta me 5 fitore, 3 humbje, edhe një ndeshje më pak me Borën. Duhet theksu se Bashkimi dhe Trepça si vjet janë takuar në kuadër Xhiros së 3 me 26 tetor nominatori. Bashkimi e ka fituar atë duel me rezultat bindës 93-79, fal të shkëlqyeshmit TJ Bickerstaff që realizoi double-double, 15 pike, 15 kërcime, 75 asistime për të udhëhequr armatën prej hiç më pak se 5 lojtarëve të Bashkimit me pikë dyshifrore. Isaiah Cousins me 18 pike, 7 kërcime, Andersoni pati 14 pike, 4 asistime, ndërsa Palokaj tashmë i larguar dhe lojtari i ri si bonus kishte kontribuar me 11 pikë, aqsa kishte shëngu edhe Jeremiah Bailey, i cili ishte edhe 7 kërcime e 4 asistime. Nga ana tjetër, te Trepça u dallua qendra Chad Brown, ja po i shohim referi kryesor Mumini, mendimësit Uglari dhe Pudarolli sonte. Thashte Trepça në ndeshjen e kaluar, u dallua qendra Chad Brown me gjithashtu double-double, 19 pike, 13 kërcime, sa i përket Chad Brownit, kemi informata se do të largohet në drejtim të Izraelit, si kurse edhe te Vllaznimi që u largua Warwick, i cili shkëlqeu, ishte ndeshja e fundit e tij
pikërisht ndaj Trepçës, kur realizoi ato 4 treshe në minutat e fundit për të ndërmarrë atë rikthimin sensacional. Pra, në ndeshjen e parë thash përveç Chet Brownit u dallua dhe Mikaelet Mushiqi, i cili shtoi 18 pikë 5 kërcime, ndërsa Dardan Kapiti u ngrit nga banka rezervë për të kontribuar me 10 pikë. Në ndeshjen e parë, thash, e cila u zhvillu me 26 tetor në minatori, Bashkimi ka dominu plotësisht nën kosha me 48 kërcime, 38 i pati Trepça, në asistime 22 me 14, dhe po ashtu në pik nga kundërsulmet 20 me 6. Pasi që trajneri Jovic, të cilin e pat pak më herët, imponoi stilin e tij të lojës me mbylljet fort koshit dhe pas kërcimit në mbrojtje me kundërsulme të furishme. Ja dhe peshet startuese Bickerstaff, Anderson, Bunjaku, Lejk dhe Zeqiri do startojnë sonte për Bashkimin. Në anën tjetër të Trepça, Gjakori Pensek, Henry Tmushiqi, Drilon Hajrizi dhe Chet Brown. Trepça e cila pra po e them edhe njëherë, pas disfatës së fundit të cilën e psoi pikërisht nga Bashkimi, realizoi 4 fitore rresht, madje duke poshtë Prishtinën e Pejen si mysafire, edhe së fundmi pra e pati në dorë ndeshjen, por e humbi në 5 minutat e fundit, duke humbi dhe minusin për 15 pikëve dhe psoi nga vllazënimi në Gjakov. Pra, sikur se thash në ndeshjen e parë, trajneri Jovic me kundërsulme të furishme arriti që të imponoi stilin e vet, ndërsa nëse ato kundërsulme nuk konkretizoheshin, atëherë nuk e ka pritur vendosin e plot të Trepçës në mbrojtje, por me pasime të shpejta e gjente ekstra lojtarin e lirë për treshe. Për atë lojë, pra trajneri më i suksesshëm në Kosovë në dekadën e fundit, Adis Beqiragiqi nuk pati përgjigje dhe do të shohim se si do të jetë sonte, pasi Trepça nga ajo ndeshje hyri në trend pozitiv, thash, me 4 fitore rresht, përfshidha ato ndaj Prishtinës e Pejës, para se të zinte thua ndaj vllazënimit në Shaninushit të dielën, i cili bëri rikthim ndaj Trepçës sikurse para 3 viteve, kur me 23 tetor 2022 gjithashtu në Shaninushi. Ja po e shohim aty edhe Valid Spahin, legjendën e basketbollit pejon të Kosovës. Shumë personalitete sonte këtu në palestrën Seza Isuroj, kanë ardhur për të përcjellë super derbin, i cili po e përball nën kampionin Bashkimin me kampionin Trepçën aktualisht. Pra, kur jemi të Bashkimi, po e them edhe njerë, seri perfekte për 7-0 në ciklin e parë vjeshtor, ajo ndërprej ngjashëm sikur se edicionin e kaluar. Pra, pas startit me 7 fitore pa humbi edicionin e kaluar, ju kujtohet, kur Portokallin gjithashtu kishin qenë lideri pamposhtur me 7 fitore pa humbje, pësuan 2 humbje rresht. Fillimisht nga Trepça me rezultat të thellë 82-52 në minatorje, pastaj nga vllazënimi përsëri në Shaninushi pas vazhdimeve. E njëjta u përsërit edhe si vjet, por kësaj radhe ishte vllazënimi skuadra e fundit në tabel, ajo që ja shkaktoi humbjen e parë si vjet liderit të pamposhtur, dhe më pas Buja Loci me Rahovecin ja shkaktuan Bashkimin disfatin e 2-3 brenda 72 orëve, dhe kështu i amundsuan Go Plus Pejës që të kthehet në lojë duke barazuar bilancin në 7-2, kurse Trepça është e treta me 5 fitore, 3 humbje dhe një lojë më pak të zhvilluar me Borën. Çfarë momenti për të ndeshur këto dy skuadra adhurës basketbollit, ky super derbi po vjen në çastin e rëndësishëm për të dyja skuadrat, por për neve adhurës basketbollit në një moment kur presim një ngjarje fantastike dhe shpresojnë bukure, dramatike, basketbollistike. Si e tham, një super Bashkim në vjesht, i cili duke i pathyeshëm dhe i cili duke se s'do të ketë ndalur, pasi ishte mposhtur në Super League dhe në debutimin e vet në arenën ndërkombëtare në FIBA Europe Cup shkëlqeu, duke mposhtur skuadra të fuqishme, mirë po, ja brenda vetëm 72 orëve na befasoi dhe shokoi, të gjithë dhe duke psu 2 disfata rresht nga skuadra e fundit të tabelës, dhe i loj përcjellësve të afrohen, madje edhe të barazohen, sikurse Go Plus Peja, e cila në rast të humbjes së Bashkimit sonte dhe fitores e Peame ndaj Borës nesër, do të kalonte në pozitën e parë. Prandaj Bashkimi sonte kërkon me ngulm fitoren që t'i kthehet trendit të fitoreve. Nga ana tjetër Trepça, e cila pas disfatës fundit nga Bashkimi
Pra me 26 tetor minatori, renditi 4 fitore rresht e përsërita disa herë duke e mposhtë edhe Prishtinën e pen si mysafire. Mirë po pësoj një humbje befasuese nga vllazënimi në Shani Nushi. Andaj ky duel sonte vjen në një moment të rëndësishëm për dyja skuadrat që vitin e kaluar u ndeshën hiç më pak se 11 herë. Ta ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Edicionin e kaluar Bashkimi e Trepça u taku 11 herë, 10 herë në kuadër të ProCredit Superligës, në pjesën e rregullt dhe serin në finale, në pjesën e rregullt rezultati baraz 2-2. Në finalet play-offit, seria i takoi Trepçës 4-2 u shpall edhe kampionin, ndërsa janë takuar edhe një herë në finalen e Kupës së Kosovës, edhe aty nga Dhënjeu edhe Trepça. 85-79 duke fituar kupën për herë të 4, Treshbe për herë të 8 në histori. Çdo gjë e gatshme adhurues të basketbollit, e patëm kërcimin e parë midis Dequan Lakewood dhe Chad Brownit, për cilin thash është kjo ndeshja sipas gjithagjasave e fundit, pasi po përflitet që do të kaloj. So bukur atje, Drilon Hajrizi e shet Mushiqin, shpejt lëviz topi. Kian Anderson, ish bashkëfitari i tij te Prishtina në atë edicionin antologjik të Sigal në atë kohë Z-Mobile Prishtinës, në nullheqjen e Damir Mylla Omerovicit, Mushiqi dhe Kian Andersoni. Po ashtu edhe Valion Bunjaku kanë qenë bukur atje, tenton dhe realizon pikët e para. TJ Bickerstaff më i miri në duelin e parë të zhvilluar me 26 tetor në minatori. Driloni e shpëton këtë top. Jackory Payne atje. Anderson betet i shkurtër Payne. Tenton ta përmirëson, nuk e përmirëson Chad Brown. Lufton atje Dequan Lake. Më i merituari për atë fitoren fantastike ndaj Reggio Emilos me blok dhe tani vjen edhe treshja e Lejson Zeqirit. Dy armët kryesore ndër armët kryesore të Jovovicit po bombardojnë Lejsoni me 11 pike, 6 kërcime në mesin e më të mirëve. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Betet 5-0 seri fillestare e Bashkimit. Drilon Hajrizi ndalë në mënyrë të palijuar TJ Bickerstaffin. Një mëjtë presje 4 pikë. TJ Bickerstaff dhe 6 presje, 6 kërcime. Së bashku me Kian Andersonin. Kosha shënuesit, sa bukur atje! Dequan Lake, Anderson e lanson Lake. Koshin e çmonton për 7-0 në start në këto 2 minutat e para. 2 tentimet e para të Mitrovicasve dështuan. Drilon Hajrizi shkon, lufton, nuk realizon. Blokohet nga Dequan Lake, i cili po dominon absolutisht në trapez. Loj shumë e shpejt, është duke e imponu stilin e vetë të lojës me mbrojtje të mirë, me kërcim në mbrojtje, duke mbyll koshin Jovovici dhe më pas me kundërsulme të shpejta në anën tjetër. Të shofim, loj pozicionale, po kërkon blok për Payne-in. Chad Brown shkon deri në fund, tërhiqet prapa dhe është ky faul i Dequan Lakewood, i cili e pranon me njëherë natyrisht. Herën e parë nga vija gjuajtjeve të lira, Chad Brown i pasakt.
ka një efikasitet prej vetëm 53% nga vija gjuajtjeve të lira. Chad Brown si vjet elitën e basketbollit kosovar, herën e dytë realizon dhe pas 2 minuta e gjysmë vjen pika e parë. Apo jo, nuk pranohet koshi, e ka Shkelvin. Personale e Tmushicit. Ja, edhe më tej pas më shumë se 2 minuta e gjysmë loj, nuk ka pik. Anderson dhe Payne, njëri për ball tjetrit. Pick and roll atje, Lake Anderson vendos të gjuan, mirë po aty, pa problem, sepse është TJ Bickerstaff në ndeshjen e parë mes tyre dy skuadrave, shkëlqeu me 15 pike, 15 kërcime, 2-15 të këtij djaloshi. Personalja e parë, fakt jo, e dyta e Daquan Lakewood, tregon atje trajneri Owaj se duhet të ketë kujdes. Daquan Lake kërkon mbrojtje zonale tani. Dhe e bën këtë edhe një mbyllje e mirë. Ja, dy ish bashkëtarët e Z Mobile Prishtina, Kian Anderson bllokohet nga Chad Brown. Tash Anderson dhe Tmushici ishin pjesë e asaj skuadre antologjike të Prishtinës që shkoi deri në top 16 FIBA Europe Cup, ku u eliminuan nga Varese në udhëheqjen e Damir Mullamerovicit. Dhe shënimi Kian Andersonit për 9-0. 3 minuta e gjysmë, nuk ka pik nga skuadra mysafire. 5-0 nga loja, momentalisht është Trepça. Dhe në tentimin e tretë për 3 pik, tentimin e 4 për 3 pik, realizoi Mikail Tmushici 9-3. Pas 4 minutave loj, pikët e para nga Mikaile. Kur atje tenton dhe realizon Daquan Lake për 11-3. I menduar është këtu Adis Beqiragici. Payne për Chad Brownin. Sek Henry i porsa ardhuri atje tenton. Chad Brown lufton, nuk realizon. Shikoni se si e mbyllin koshin me të vërtet kundër sulmish. Çfarë lingu! E dërgoj në anën tjetër, Kenan, sa bukur TJ Bickerstaff e mashtroi drilonin, u rrethrotulua dhe ngriti e përsin në 13-3, për herë të parë e përsin 2 shifrore. Sonte të pandalshëm është duke e imponuar stilin e vetë të lojës trajneri Malazez Igor Jovovici. Në këte nuk po ka përgjigje aktualisht trajneri më i suksesshëm në Kosovë në dekadën e fundit, Adis Beqiragici. Do ta shohim pra një lojë të ngjashme kishte bërë Jovovici edhe në Minatori. Është me mbyllje të koshit me zonë, duke i detyruar lojtarët e Trepçës që të gjuajnë nga pozita të vështira, gjë e cila ndodhi edhe sonte. Pra sa për ilustrim deri tash nga 8 tentime nga loja, vetëm një treshe atë pak më herët që e realizoi Mikail Tmushici. 4-0 për 2 pik, asnjë 2 piksh nuk ka realizuar Trepça deri tash. 5-1 për treshe, i huqen edhe 2 gjuajtjet e lira parës Chad Brown. Në anën tjetër, pra bashkimi me kundër sulme të shpejta ka realizuar 5-2 piksha nga 7 tentime, të gjithat janë realizuar në brendi pra të koshit, dhe e ka edhe një treshe nga 3 tentime, është duke dominu në kërcime 9-4, 7 kërcime në mbrojtje.
Anën tjetër, Trepsha nuk i ka vetëm 2 kërcime në sulm. Tenton atje të përmirëson luftën. Më i larti në kërcim Dequan Lake. Atje e sponstron Ofusha, po ishte faul në top. Nuk ishte faul jo sportivi. Gjakori Peni tregon këtu referi Uglari. E përshëndetën atje edhe Anderson dhe Payne. Duhet të teret parketi. Çdo që e gatshme dhe loja vazhdon edhe dueli direkt mes të Payne-it dhe Andersonit. Bunjaku dhe Mushiqi, Valoni tenton dhe treshën e realizon 16-3. Vjen edhe treshja nga Valon Bunjaku në tentimin e tij të parë nga loja. Realizon treshë së bashku me Lejsonin, të vetmi që kanë realizuar 3 piksha për bashkimin kundër sulmit shpejt. Edhe Lejson Zeqiri e ngulit atje 18-3. A do të përsëritet ai qereku më i dobët i Trepçës. A viti kaluar kur me Sigal Prishtinën ishte mbyllur 25-3 dhe kur vetëm Drilon Hajrizi kishte realizuar treshe, ishte ky faulli i Valon Bunjakut, sepse lëvizi atje, lëvizi anësh, ashtu tregon edhe referi Uglari. Personalja e pare Valonit, 2 personale i ka Dequan Lake. Jovovic nuk po reagon. 5 pares të jep që i ka 2 faulla Dequan Lake. Driloni zakonisht është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira, por jo sonte. Herën e parë Huq, 100% adhurues të basketbollit në Super League. Deri sonte ka qenë Driloni 18 gjuajtje të lira, 18 ati ka realizu sonte. Huq gjuajtjen e parë të lirë në kampionat dhe e prish pak efikasitetin, 18-4. Valon Bunjaku për Bickerstaffin, i cili lufton me Drilon Hajrizin nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon, e pengon Driloni. Chad Brown atje me kërcim. Payne, mbrojtje mire Andersonit, luft Lake dhe Brown. Çfarë blokade! Jash pullovi tupin. E bëri murin atje Lake për para. Chad Brown mendoj se e ka kry punën, e nga plani 2 vjen dhe ja të rën ziter ja bën TJ Bickerstaff. Kjo definitivisht është blokada më monstruoze si vjet. Shikoni. Ufa. Largohet Lake. Muhamed Alianjeva në vend të tij, dhe tani sigurisht në pozitën e qendrës do të kaloj Bickerstaff. Janjeva në pozitën alo qendrës. Edhe Dardan Kapiti në loj tek Trepça. Mbrojtje fuqishme, spoilojnë Rivonjën, dhe atje për mrekulli pati edhe kontakt me Chad Brownin gjatë deportimit të tij. 18-6. Tuna i bën pressing Valon Bunjakut. Anderson vonohet që ta pasoj topin Valoni. Nuk ja pasoj mirë, por Anderson e merr dhe kontrollon. Do të bëhet gati të inkuadrohet në lojë reprezentuesi Bosnës së Hercegovinës. Adnan Arslanaghishi, Muhamed Alianjeva nga një pozitë e vështirë atje tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri lufton, vazhdon lufta. Bickerstaff dhe topi për bashkimin. Më duket se ashtu tregoj të shohim. Me fon me kënd luajti Gjakori Payne, tregoj referi Uglari. Largohet nga loja se Henry nuk bëri sen.
Dhe minuta pak për Adnan Arslan Agishin, i cili luajti kundër Turqis për Bosnën e Hercegovinën në atë disfat bosnjakëve. 3 pikë, 3 kërcime dhe 8 asistime i ka pas Adnan Arslan Agishi. Jan Anderson nga çfarë pozite tenton, nuk realizon. Tuna për mrekullime Chet Brownin atje funksionojnë, Chet Brown e mbyll, Tuna e merr kërcimin, Arslan Agishi organizon sulmin. Bunjaku, mbrojtje e luftë e madhe tani në mes të Bikër Safi dhe Chet Brownit, i cili me largimin e Lekut do të dominon natyrisht. Foul apo jo? Vetëm topi dëbuar. Mustafa Amzili bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Reprezentuesi i Finlandës, Amzil. Chet Brown, tash lojtari kryesor në atë fitoren. Arslan, opa. Lëvizje dhe këmbën e qëndrimit, referët nuk e pan. Payne, edhe një sekund, deporton, në sekundën e fundit tenton Amzil e përmirëson. Opa, çfarë blokade, edhe një blokade Bickerstaffit i pakalueshëm sonte. Si duket është në pyetje. Është në pyetje disha semafori adhurues të basketbollit, koha e sulmit nuk ka ecur. Pra, nuk ka hecur semafori. Dhe topi duhet të arrivohet nga vija fundore. Ka pasur probleme semafore, e kuptuam këtë. Prandaj dhe kjo pauzë, pressing zonal në tërë fushën atje. Në lojë i riu Besim Bytyqi. I cili e zëvendësoj Valon Bunjakun, ja për shojmë aty dhe Artan Kurtin. Në për emrave legjenda. Opa, topi humbur atje, shkon deri në fund, deporton dhe realizon e vje Muhamed Ali Anjeva. 20 me 6. Edhe 1 minutë e 30 sekonda deri në fund të çerekut të parë të kësaj ndeshje, ku Bashkimi ka startuar fuqishëm dhe furishëm. Arslan Agishi, mbrojtje zonale, Bytyqi shkakton faulin. E dalë atje me duar Arslan Agishin. Ka plotësuar bonusin skuadra e Bashkimit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Adnan Arslan Agishin, i cili si vjet ka pas të lashëm me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 58%. Efikasiteti mirë, po herën e parë a realizon 20 me 7. Edhe herën e dytë 20 me 8, e zbut disavantazhin në 12. Bytyqi organizon sulmin. Anderson përballë ka Amzilin, deporton për mrekulli atje, asiston Anderson, realizon Janjeva për 22 me 8, rikthejnë plus 14. 50 sekondat e fundit. Payne, Amzil e bën blokun atje dhe
Topi humbur I Gjako Ripenit, mbrojtje e fuqishme e Muhamed Ali Janjevës, e mbyll vin atje. Adisi e kruan kokën këtu dhe po flet me Brahimin Veselin dhe Petrit Zeqirin, s'po mundet me besu çfarë gabime të lojtarëve të tyre në këto qaste. Anderson për Bickerstaffin I cili blokohet nga Dardan Kapiti, blokon edhe Amzili. Arslan Agishi për Gjako Ripenin, tenton për 3 pikë, nuk realizon. Luftë e Kapitit. Çfarë blokade e Muhamed Ali Janjevës. Personale e Ken Andersonit, edhe njëherë blokade Kapitit, e në anën tjetër blokad edhe Muhamed Ali Janjevës. Kapitit sonte pam bajagi blokada, banonet po shkojnë me të lira sonte në Seza Isuroj. Arslan Agishi e huq 22-10, shërimi ishte pranuar parës. Pikët e Arslan Agishit ishte kosh faul. Sekundat e fundit, edhe 5 deri në fund. Anderson po e komplikon atje. Kapiti ka shkaktuar personale, nuk lejo Andersonin që të gjuan. Personalja e pare Kapitit. Fauli 4 I Trepqës, e cila tash e ka plotësuar bonusin. Meriton Ismaili nga një pozitë e vështirë, tentoj, nuk realizoj dhe qereku I parë mbyllët me rezultatin 22-10, një dominujm absolut. Te për tregon edhe rezultati e dhurus të basketbolit. Edhe pse sa I përket kërcimeve dhe dominimit, Trepqa u stabilizua pak sa, 14-11, mirë po në asistime, me të vërtet, po e shihni edhe ju vetë, është duke luajtur për mrekulli skuadra e Bashkimit, 6-1 në asistime, 2 topë të vjedhur. Shkoj me një blok të shkurtër marketingut, para se të kthehemi përsëri në Seza Isuroj. Ajdën qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape logarin t'i këtu, ngam t'i bu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bank me shku, ngam t'i bu. Banka për kredit. Ngo t'yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi përsëri me pamje, ja po I shihni edhe statistikat të dhurus të basketbollit, 16-4 shënimi I pikëve në drejt këndsh në këtë zonën e lyer. Dhe kjo e tregon dominimin absolut të Bashkimit. Ajo që duhet patjetër të përmendim është mbyllja e mirë e Koshit në mbrojtje, sidomos në ato 6 minutat, 7 minutat e para, kur pas topave të fituar në kërcime në mbrojtje, Bashkimi me kundër sulme të shpejta e penalizoi Trepqën në anën tjetër dhe faktikisht treneri Jovović e imponoi stilin e tij të lojës, është kthyer në lojë Bunjaku. Ja tani pra te Bashkimi, peshja startuese. Në anën tjetër, Mushiqi, Arslan Agishi, Kapiti, Sek Henry dhe Mustafa Amzili. Është Mikailet Mushiqi, I cili shkaktoi personale, është ky fauli I dyti Mikailes. Anderson pas pick and rollit me Dequan Lakun, I cili me horog atje
realizon për 24 me 10, vazhdimisht kemi një epërsi prej 10 deri në 14 pikë, epërsia më e lartë pra në 3 raste ishte 14 pikë, ishte era 4. Dardan Kapiti tentoi atje me një gjysmë horok, nuk realizoi më i lartin në kërcim. Ishte Dequan Lake, është ky kërcimi i tij i tretë, 6 pikë, 3 kërcime nga Lake, Zeqiri dhe Sek Henry. Zeqiri tenton, nuk realizon, me ngulm shkonte atje Lejson Zeqiri pranë Sek Henry, i cili erdhi më parë nga kampionati i Kuwaitit. Arslan Agish me Amzilin, dy reprezentuesit, njëri i Bosnës, tjetri i Finlandës. Blokade Bickerstaffit, i cili është i shkëlqyrshëm sonte. Blokada e tretë e Bickerstaffit, 4 pikë, 4 kërcime dhe 3 blokada. Nëse vazhdon kështu, e ka mbyll absolutisht koshin sonte Bickerstaff. Lake, gabon atje, Kapiti mbrojtje e mire ti, kundër sulmi shpejt Arslan Agishi, nga ana tjetër me njëherë dënon 24 me 12. Dy fish më shumë pik tani të Bashkimit, se sa rivalit Kian Anderson lufton me Arslan Agishi nga një pozitë e vështirë, tenton mirë, po nuk realizon atje. Më i sigurti është Mustafa Amzili, një lojtar i jashtëzakonshëm me vërtet, shumë lojtar i falenderueshëm, sidomos në ato ndeshjet e Trepçës në arenën ndërkombëtare. Tmushiqi kërkon blok, kemi pick and roll atje me Amzilin. Lejsoni menshëm atje, vetëm e dëbon topin të Lejku, kundër sulmi shpejt, po e shihni atje. Sa bukur! Valjoni e pa që është pranë Dardan Kapitit, i ka ndallim gati 30 cm dhe e lëshoi topin lart me parabol. Për 26 me 12 në anën tjetër, edhe një top i vjedhur e Bickerstaffit, kundër sulmi shpejt për Lejsonin, i cili i huq, po his ka problem kur e ki Bickerstaffin në vend. 28 me 12 e përsia më e lartë deri tash prej 16 pikëve. 6 pikë, 5 kërcime dhe 3 blokad. Ufa, por mrekulli, Sek Henry bombardon dhe treshën e tij të pare realizon 28 me 15. Përgjigjet Valjoni, tenton ofër Tmushiqit, është lënduar si duket atje Valjon Bunjaku, nuk po mundet me u kthy në kundërsun, në mbrojtje, më falni. Kosh faul i Dardan Kapitit, si duket e ka lënduar muskulin e prapëm të kofshës Valjon Bunjaku. Apo që po kanë dëshirë sot me i thonë hamstringun. Opa, ja aty. Time out ka kërkuar trajneri Jovic dhe apo nuk është faul i Bickerstaffit, po është faul i Dequan Lakeut. Kjo është personalja e tretë e Dequan Lakeut, tani telashe për trajnerin Igor Jovicin, i cili kërkoi time out. 28 me 17. E patëm një seri të shpejt në start të Bashkimit. E 6 me 2. Duke ngrit rezultatin në plus 16, mirë, po përgjigja erdhi shumë shpejt me atë treshën e Sek Henry.
Atje e shofim Pudaron me Tmushicin. E më pas asaj treshe të Henrit u përgjigje dhe Dardan kapiti në asim të Mikailes. Dardani unë dal me faul nga Dequan Lake, që është personalja e tretë dhe vazhdon Jovovici me mbajt në loj. Me të vërtet, shumë i guximshëm është trajneri Mali Aziz. Realizon edhe gjuajtjen e lirë për 28 me 18. Një seri, mini seri e shpejt prej 6-0 e Trepqës, e cila e zbut disa avantazhin nga 16-10. Ka 3 pik të Henrit dhe Kapitit. Henrit Treshe, Kapitit 2+1. Kosht, sa bukur Lejsoni, deporton, nuk realizon, lufta vazhdon, Dequan Lake me kërcim në sulm, shënon Chad Brown e ndalë në mënyrë të palejuar. Kjo personalja e pare Brownit, 30 me 18, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Alejk. E huq, Mushiqi më i lartin në kërcim, Alejk, cili ka një efikasitet prej 50% nga vija gjuajtjeve të lira si vjet. Atje sa bukur Bickerstaff, me gjithat e mbrojtje e mire Lejsonit. Bickerstaffi e Topi Bartur, Topi Bartur ka të drejt Dren Pudarolli. Po, shihet këtu qartë, edhe pse reaguan atje, po nuk pa të drejtë, e pa mirë Dren Pudarolli, si do qoftë edhe Bickerstaffi ka drejt me gabu. Dequan Lake më në fund e pushon atje Jovovici, sepse i ka 3 faula me të vërtet i hatashëm në mbrojtje. 8 pike, 5 kërcime nga ai. Bickerstaff 6 pike, 5 kërcime, 3 blokada. Vazhdon të jetë në lojë, tentim për 3 pikit Mushicit mbi Janjevën, i cili e pengoj. Përsëri ktheje në lojë të dytë dhe vazhdon rivaliteti Anderson dhe Payne. Anderson, sa bukur deportoi, me akrobacion fluturoi dhe realizoi Kian Anderson për 32 me 18. Driloni, lëvizje bukur mashtruese Driloni, Chad Brown e kërkon atje topin. Lejsoni po lufton me 8 Mushiqi, e kthen te Payne. Meritoni, cili u inkuadruan në lojën vend të Lakeut, edhe një top i vjedhur atje TJ Bickerstaff. 34 me 18. Përgjigjet në seri të shpejt me një tjetër seri të shpejt Bashkimi. 0-6 Trepqa, pra me atë treshën e Henrit dhe ato 3 pikë të Kapitit. E në anën tjetër, shumë shpejt, pra nuk bjen në ritëm. Përgjigjet dhe skuadra e Bashkimit përmes të Kian Andersonit, i cili në topin e vjedhur të Muhamed Ali Janjevës, cili pasoj të Andersoni dhe i ku shpejt. Ja, kjo është Dequan Lake pak ma heret, dërsa Anderson për mrekulli fluturoj dhe realizoj e ndali komplet krejt të mbrojtjen, e befasoj me atë ndalje mirë, po e përshpejtoj ritmin. Ja, kjo është edhe ajo ngulitja e TJ Bickerstaffit, i hatashëm sonte me të vërtet. TJ Bickerstaff po luan për mrekulli, ishte shkëlqeu edhe në ndeshjen e parë me 26 tetor në minatori, kur Bashkimi shënoi fitore të thellë 93 me 79 fal. Në radhë të parë të shkëlqyeshmit TJ Bickerstaff, cili pa të realizu 15 pike, 15 kërcime. Meriton Ismaili sonte. Pak minuta edhe për te Janjeva dhe Ismaili, ishtë tandemi Prishtinës.
Tani në prizent të Bashkimi. E pranon faulin atje Janjeva. Mbrojtje e mirë atje Lejsonit dhe Bickerstaffit. E mbyllin atje vine pasimit për Tetuna. Po e lexojnë për mrekulli atje mbrojtja e Bashkimit. Të shohim edhe njërë. Ja, Janjeva është faulli i tij, por isha duke shikuar pse po reagon Adisi, po flet atje me Muminin Xhelalin referin. Ja, shpjegoi Xhelali se nuk ishte faul jo sportiv. Madje t'ju them drejtën, mu duk që nuk pat faul aty fare, por Janjeva nuk reagoi, mu duk se ishte në top. Sidoqoftë, referat ishin në afër, e shtyen atje. Faul në sulm është këtu, po. Faul në sulmi Lejsonit. Ishte i pavëmendshëm Lejsoni nga prapa e shtyri Gjakuri Penin pa nevoj. 34 me 19, 15 pik dallim. Edhe 4 minuta 27 deri në fund. Payne për ballë ka Meritonin. Henry ka shkaktuar gabim në hapa. Po. Unis më herët, pastaj e lëshoi topin ja. E ndroi këmbën e qëndrimit pa e lëshuar topin. Tani referi Pudarolli kërkon që dikush nga publiku atje të largohet komplet krejt nga fusha. Si duket për shkak të presionit apo ofendimit që është bë. Ja, dhe largohet atje, dikush nga publiku. Loja vazhdon. Vazhdon edhe dueli Payne dhe Anderson. Janjeva i vetmuan në pasim të Lejson Zeqirit. Tenton për treshe e huq, por aty është Meriton Ismaili me kërcim në sulm. Dalet në mënyrë të paljuar, do të kthehet në fush Tmushiqi. Përsëri largohet Tuna. I paknaqur batën Tuna me këto ndryshime dhe me minutazhin e vogël. Faul në sulm nga Muhamed Ali Janjeva. Është kjo personalja e dytë e Janjevës dhe e pesta e Bashkimit në qerekun e dytë. Ka plotësuar bonusin skuadra vendase, e cila ka 15 pik plus Payne për Drilon Hajrizim. Gjakuri Payne tenton, nuk realizon, por e kap kërcimin vet. Lejsoni është aty, kemi një mismatch atje, ndrim të lojtarëve. Janjeva dhe Driloni. Driloni tenton të përvidhet atje, sa mire mbylli Kian Andersoni Chet Brownin, adhurues të basketbollit, 206 cm. Kian Anderson është 180, 26 cm dallim mirë, po kur din me mbyll lojtarin, atër nuk e ki problem. Një kërcim në mbrojtje inteligent i Kian Andersonit, në anën tjetër personale e Sek Henryt.
Bickerstaff deri tash 8 pikë, 6 kërcime dhe 3 blokada, 2 topa të vjedhur. Hera pa në vjen e gjuajtjeve të lira Huq. Edhe ai ka të lashën në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira si vjet. Po e shihni se si po e shtyen topin. Jo gjuajtje të lira efikase, 15 pikë plus të dyja skuadrat tashmë kanë plotësuar bonusin. Edhe 3 minuta e 5 sekonda Lojt Mushiqi, lëvizje bukur mashtruese, depërton deri në fund dhe realizon mbi Janjevën Mikaile për 34-21. Po im në 3 minutat e fundit, 2:48 deri në fund të kësaj super ndeshje. Anderson për Janjevën, lëvizje mashtruese e Muhamed Alis, Henry dhe Bickerstaff. Sa bukur e qëtë topin jashtë mirë, po Janjeva e huqe dhe një tentim, 3 tentime për treshe, asnjëra nuk shkoj të vendi. Henry, tentim, Majtaku, tenton, nuk realizon. Çfarë kërcimit Mushiqit, Henry depërton deri në fund, zgjatët dhe realizon për 34-23 dhe detyron trajnerin Igor Jovovicin që të kërkon edhe një herë time-out. Pra pas asaj e përsie prej 34-18, kur skuadra e Bashkimit u përgjegjë në atë mini serinë e Trepçës prej 6-0 me atë treshën e Henrit dhe ato 3 pikë të Dardan Kapitit me një tjetër seri. Shofim edhe njerë, pra ishte kjo pikrisht treshja e Sek Henrit, pas të cilës Dardan Kapiti pra realizoi për të afru rezultatin 28-18 për të përmbyllat mini serin prej 6-0. E më pas ishte Dekuan Lejka i cili e nisi një mini seri tjetër prej 30-18 e vazhdoi Kian Andersoni edhe TJ Bickerstaffi me atë gulitje në asistim të Janjevës. Erik Theu 16 pikë e përsim prej 16 pikëve, para se Chet Brown të realizonte gjuajtjen e lirë. Mikailet Mushiqi në deportim së bashku me Sek Henry në asistim të Mushiqit e afruan përsëri në 11. Janjeva për Meritonin, tash edhe njerë tandemi Prishtinës, dikur së bashku në Sigal Prishtin, tani së bashku në Bashkim. Anderson, Janjeva, lëvizje, Meritoni Ismaili, lëvizje bukur e ti, por nuk realizon. Loni është i vetmuar, Sek Henry kërkon topin knej anash. Bickerstaff, edhe një top i vjedhur i ti, çmendet atje. Atis Beqiragici, Bickerstaff, lufton Meritoni, tenton, nuk realizon. Edhe një herë, luft e madhe, Chet Brown e spastron situatën. Luft e madhe për çdo top. Sek Henry depërton deri so bukur slalom gjatë pron deri në fund dhe realizon për 34-25 pas një kohe të gjatë adhurues të basketbollit. Pas plot 14 minutave loj, e përsi një shifrore e Bashkimit. Vazhdon seria prej 0-7 e Trepçës. Meritoni nga pozita e ti tenton, nuk realizon. Payne është i vëmendshëm. Kemi hyrë në minutën e fundit. Hajrizi, Chet Brown shkon atje mrapa shpinës Janjevës i cili është i vëmendshëm. Henry, definitivisht hyrja e Henryt. Solli dallimin, bëri dallimin. Sa tani është faul në sulm atje. Edhe një herë e ka tërhequr atë Chet Brown. E shtyre, s'pastroj Muhamed Ali Janjevën. Pak minuta për Veton Gjeqajn.
21 vjeçari i biri Bledarit. Sa bukur Anderson për Bickerstaffin, i cili realizon të Mushiqi mbeti në tokë 36-25 e rikëthen e përsin 2 shifrore. Topi shkon për Sek Henryn edhe njëherë atje depërton ka vija fundore. Realizon dalet në mënyrë të palejuar 36-27. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë për Henryn. Shënon Sek Henry, është kjo pika e ti e 10. 36-28, e afron rezultatin në vetëm 8. E përgjysmojnë disa avantazhin Mitrovicasit, nga 16 në vetëm 8, tenton. Atje Kian Anderson, e ndihmon dhe Gjakori Payne për të ngritur. Pjesa e parë mbyllet me rezultat 36-28. E patëm e përsin maksimale prej 16 pikve adhurues të basketbolit, 34-18 kur kishim betur edhe 3 minuta e gjysmë loj. E më pas rezultatit 34-18 në fund, duke i falenderuar Sek Henryt, e patëm një seri të sukseshme të mysafirëve prej 10-2, të cilët e përgjysmon disa avantazhin nga 16 në vetëm 8, e me këte rezultat ekipet shkojnë në pushim 36-28 të skuadra e Bashkimit. Lojtari cili ka realizuar pik 2 shifrore, TJ Bickerstaff, 10 pik, 6 kërcime, 3 blokada dhe 3 topa të vjedhur pa dyshim. Ishte lokomotive skuadrës së tij, sikurse edhe në ndeshjen e parë me 26 tetor nominatori, kur luajti me double-double fantastik, 15 pike, 15 kërcime, me 8 pik dhe 5 kërcime u dallua dhe Dequan Lake, e në anën tjetër pra të Trepqa, Sek Henry me 10 pik të realizuara, 100% efikas nga dyshet, 3-3, edhe gjuajtjet e lira tentoj dhe qëllojat një gjuajtjet e lirë, një treshe, ishte lojtari vetëm me pik 2 shifrore të Trepqa. Me 6 pik u dallua edhe Arslan Agiqi, cili hyri nga banka rezerv, luajti 6 minuta dhe realizoi 6 pik. Rrugës basketbollit ishte kjo e tëra asaj përket pjesë së parë të këtij dueli fantastik, derbit në të cilin po ndeshën nën kampioni Bashkimi me kampionin Trepqën. Bashkimi i pari në tabel me 7 fitore e 2 humbje, të dyja të psuara javën e kaluar brenda 3 ditëve nga vllazimi dhe Rahoveci. Në anën tjetër Trepqa e treta me 5 fitore e 3 humbje, një ndeshje më pak ndaj Borës, e cila pas 4 fitoreve rresht, pasi kishte psuar humbjen e fundit me 26 tetor pikërisht nga Bashkimi, psoi nga vllazimi dhe sonte këto dy ekipe po ndeshën për të këndellur nga disfatat befasuese dhe shokuese gjatë vikendit të kaluar. Do të ndërprej serin prej 2 humbjeve Bashkimi, apo Trepqa do të këndellet pas asaj disfate zhgërnyese në fund të duelit fantastik dhe dramatik me vllazimin, mbetet të shihet. Shkojmë me pauzë.